Unë mendoj që shërbimi ushtarak nuk është vetëm thjesht marrësh armë, pushk, edhe të shkosh të bësh disa lloj trajnime. Shërbimi ushtarak mund të lidhet edhe me pjesën e shërbimeve në range të ndryshme, për shembull, ti mund të shkosh në urgjenca, nëse ti ke qef mjekësinë, po marr një shembull, ti atje le të themi përforcon ato aftësi dhe përforcon atë dëshirë që ti ke ta vazhdosh në të ardhmen. Dhe prandaj shërbimi ushtarak do ishte një mundësi më e mirë që të mbante të rinj këtu dhe ti t'u tregonte atyre dhe ti paraqisnin më mirë këto vlera, po. Unë do të thosha sërish nuk është mundësi në rëndë se është e detyrueshme dhe siç e thatë vetë, juve mund të vazhdoni një profesion brenda ushtrisë, por jo të gjithë duan të bëhen doktor traume apo inxhinier armësh apo aeroplanësh apo diçka në lidhje me ushtrinë, ndoshta dikush do të vazhdojë doktoraturë për ST, do të bëhet inxhinier arkitekt, në kuptimin do të merret me pjesë dhe aspekte të tjera të jetës që nuk kanë të bëjnë vetëm për mbijetesën dhe sulmin. Ti si mendon ti, duhet të jeti detyrueshëm shërbimi ushtarak apo jo? Jo. Jo. Se nuk do ta bëj vetë duket. Nuk është i lehtë debati, po ti je i qartë. Po mirë, shumë faleminderit për këtë shembull që na dhat. Interesante ishte. Shumë faleminderit.